Shenjat e kiametit ndahen në të mëdha dhe të vogla. Dallimi ndërmjet tyre është se shenjat e mëdha të kiametit do të ndodhin shumë pranë tij. Ato kanë ndikim të madh në mesin e njerëzve dhe kanë për t'i ndjerë të gjithë, ndërsa shenjat e vogla mund të paraqiten në një periudhë të gjatë kohore para kiametit. Mund të ndodhin vende dhe nuk i ndjejnë të gjithë popujt. Po filloj me përmendjen e shenjave të vogla, duke i mbështetur me ajetet dhe hadithet që kanë ardhur për to, duke i shqyrtuar imtësisht dhe saktësisht, si dhe duke i vërtetuar ato me fakte. 1. Dërgimi i pejgamberit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar se dërgimi i tij është lajmërim për afrimin e kiametit, dhe se kjo është shenja e parë prej shenjave të vogla të kiametit. Nga Sehli ibn Sa'd radiallahu anhu, për cilat se ka thënë, e kam parë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke treguar me dy gishtat e dorës, gishtin e mesëm dhe gishtin tregues, dhe duke thënë: U dërgova dhe ora e kiametit është larg meje sa këta dy gishta. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Jam dërguar në prag të kiametit. Thot Kurtubiu, shenja e parë nga shenjat e kiametit është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se është pejgamberi i kohës së fundit. Mes tij dhe kiametit nuk ka pejgamber tjetër. 2. Vdekja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vdekja e pejgamberit ka qenë një prej fatkeqësive më të mëdha, dhe ajo është një prej shenjave të para që lajmëron afrimin e kiametit. Auf ibn Malik radiallahu anhu ka thënë: Erdhat e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ishim në betejën e Tebukut, dhe ai po pushonte në një tent prej lëkure dhe tha: Do të numëroj 6 gjëra para ditës së kiametit. Vdekja ime, çlirimi i Kutsit, 2 vdekje që do t'ju marrin ju, ashtu siç i merr kuasi delet, pasuria e madhe, kështu që njeriu, pasi t'i jepen 100 dinar, do të mbetet i pakënaqur. Domethënë, ka për të shtuar aq shumë malli në mesin e njerëzve dhe do të pasurohen, saqë nuk kënaqet askush vetëm pasi t'i japësh mijëra dinar. Pastaj sprova e cila nuk do të te i kaloj asnjë shtëpi arabe pa hyrë në të. Pastaj janë pushimi ndërmjet jush dhe të krishterëve. Ata do t'ju tradhtojnë dhe do t'ju vijë me 80 flamuj, e nën secilin flamur do të ketë 12.000. Vdekja e pejgamberit ishte një nga gjëmat më të mëdha që i goditi muslimanët. Kur vdiqi dërguari i Allahut e tërë Medina u vëskëter përpara syve të sahabëve radiallahu anhum. Me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u ndërprej shpallja prej qiellit dhe ka qenë fillimi i paraqitjes së trazirave. Pasi me vdekjen e tij nisi e keqja dhe dezertimi i disa arabëve prej fesë islame. 3. Çarja e hënës. Allahu i lartë madhërisëm ka thënë: U afrua kiameti dhe hëna u qa. Po ata, kur shohin dhe një ajet mrekulli, kthejnë shpinën e thonë: Kjo është një magji e vazhdueshme. Hafidhi ibn Kathiri ka thënë: Kjo ngjarje ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç na është transmetuar në shumë hadithe të sakta. Kjo është një çështje për të cilën të gjithë dietarët e Islamit janë unanim, se çarja e hënës ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo ka qenë një prej mrekullive më të çuditshme. Enesi radiallahu anhu ka thënë: Populli i Mekës i kërkoi të dërguarit të Allahut që t'u tregonte atyre një shenjë, mrekulli. Kështu, ai u tregoi atyre mrekullin, çarjen e hënës në 2 pjesë. Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu thot: Kur ne ndodheshim së bashku me të dërguarin e Allahut në Mina, hëna u nda në 2 pjesë. U njëra pjesë u pa në njërën anë të malit, Hira, kurse tjetra në anën tjetër. Atëherë dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam na tha: Jeni dëshmitar. Ibn Abbas radiallahu anhu ka thënë: Mushrikët, idhujtarët, u grumbulluan tek i dërguari i Allahut dhe i thanë: Nëse je i vërtet në atë për të cilën na fton, atëherë na i ndaj hënën në 2 copa. Gjysma të jetë në malin Ebu Kubejs dhe gjysma në Kuajkan.
Kur hëna ishte e plot, i dërguari Allahut e luti Zotin e tij që t'i jap atë çka i kërkoi populli i Mekës, dhe hëna u nda në 2 pjesë, gjysma në malin e Bukubejs dhe gjysma tjetër në malin Kuaj Kaan. Dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam thoshte: jeni dëshmitar. 4. Vdekja e sahabëve të nderuar. Sahabët, ose shokët e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, janë më të mirët e këtij umeti pas pejgamberit ton. Në hadithin të cilin e përcjell Ebu Musa, transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: yjet, derisa të jenë në qiell, janë siguri, garanci për të, kur të zhduken yjet, qielli do të vijë me premtimin e tij. Pra do ndodh kiameti. Unë jam siguria, garancia e shokëve të mi. Kur të shkoj, vdes, unë, sahabët do të çojnë në vend premtimin e tyre, duke mbrojtur këtë umet prej fitnave, trazirave, luftrave, përçarjes së zemrës e të tjerë. Sahabët e mi janë siguria, garancia e umetit tim. Kur të shkojnë, vdesin ata, umeti im do të vijë me atë që është premtuar. Shfaqjen e bidateve, shpikjeve në fe, trazirat do të sundohen prej romakëve të tjerë. Në këtë hadith kemi: pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lidhur zhdukjen e sahabëve radhiyallahu anhum me paraqitjen e 2 shenjave prej shenjave të kiametit: zbritjen e meteorëve dhe vdekjen e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Në për hadithe është theksuar se njerëzit e mirë do të zhduken një nga një, duke filluar nga më të mirët dhe më të lartët në grada, ndërsa kiameti do të ndodhë mbi krijesat dhe njerëzit më të këqinj. 5. Çlirimi Beitul Maqdis, shtëpisë së shenjtë, Kutsit. Kur u dërgua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shtëpia e shenjtë, Xhamia Aksa, ishte e pushtuar nga të krishterët e Romës. Roma së kohë ishte një shtet i përgatitur dhe i fuqishëm. Pejgamberi na përgëzoi për çlirimin e shtëpisë së shenjtë dhe e numëroi këtë si një prej shenjave të kiametit, sikurse ka ardhur në hadithin e Auf ibn Malikut se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do të numëroj 6 gjëra para ditës së kiametit, dhe përmendi midis tyre çlirimin e Kutsit. Shtëpia e shenjtë është çliruar gjatë kohës së kalifit Umer ibn Khattab radhiyallahu anhu në vitin 16 Hijri, 637 sipas kalendarit gregorian. Ai çliroi atë, e pastroi prej kufrit, mosbesimit dhe ndërtoi në të një xhami, Kubetu Sakra. Shtëpia e shenjtë është çliruar 2 herë. Çlirimi i parë ishte në kohën e Umer ibn Khattabit radhiyallahu anhu, ndërsa çlirimi i dytë gjatë kohës së shtetit Ejubi, kur u çlirua Selaudin Ejubi, rahimetullah, në vitin 583 Hijri, 1187 sipas kalendarit gregorian. Gjithashtu, me lejen e Allahut të Madhërisëm, Xhamia e Kutsit do të çlirohet për një grupi besimtarësh herën e tretë, pasi ajo tashmë është e pushtuar nga hebrejt.